Qeveria merr vendimin 2 ditë larg zgjedhjeve do të falim gjobat e 10 viteve të fundit, kategoritë që përfshihen. Vetëm 2 ditë larg nga zgjedhjet e 11 maj, qeveria shqiptare ka miratuar një vendim lidhur me faljen e njësër gjobash dhe masash administrative të vendosura ndër vite. Ky vendim i kësaj të premte i Këshillit Ministrave përcakton procedurat që duhet të ndjekin institucionet shtetërore për të shfuqizuar masat administrative të vendosura nga data 1 janar 2015 deri në 30 dhjetor 2024, të cilat nuk janë ekzekutuar deri në 15 janar 2025, sipas ligjit numër 127 fraksion 2024. Nga vendimi i qeverisë mësohet se masat administrative që do të shfuqizohen lidhen me ndërtimet pa leje në banesa ose objekte bujqësore blegtorale, subjektet bujqësore në zona rurale të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre pa përmbushur rregullat, si dhe gjobat e vendosura ndaj qytetarëve në shkelje të masave kufizuese gjatë pandemisë të COVID-19. Përcaktimin e procedurave që ndiqen për realizimin e procesit të shfuqizimit të masave administrative të pa ekzekutuara sipas parashikimeve të ligjit numër 127 fraksion 2024 nga Inspektoriatet Vendore të Mbrojtjes së Territorit, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në vijim IKMT, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në vijim AKU, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, Policia e Shtetit dhe Policia Bashkiake, thuhet në vendimin e qeverisë, ndërkohë që vlen theksohet se të gjitha institucionet e lartë përmendura janë të detyruara që të hartojnë dhe dërgojnë brenda 30 ditëve pranë drejtorive të taksave listat e gjobave të pa ekzekutuara me qëllim heqjen e tyre nga sistemi